nuk ka pushtet më të lartë në një republikë parlamentare. I takon të rregullojë jo vetëm këtë normë, por në kodin e procedurës penale ka shumë defekte që janë evidentuar pas miratimeve të ndryshimeve 2017 apo 2021. Ka defekte të tjera që ne si avokati hasim për ditë, kështu që me që është rasti le të bëjmë ca ndryshime të tjera, sepse nuk është çuditë ndryshosh një kod i cili ka keq funksionuar dhe po jep rezultate bllokuese të veprimtarisë gjyqësore në praktikë. Dhe kjo nuk konsiderohet si kufizimi i kompetencës së gjykatës në kundërshtim me kushtetutën? Po më vjen keq, nuk e shikoj fare në optikë, nuk e shoh fare në optikë. Qartësimin e asaj kompetence që kjo gjykata jon në vitin 2012 deri në vitin 2026 nuk e kishte ekzekutuar ndonjëherë ndaj një antar i Këshillit të Ministrave. Që i thon jo pak vite, i thon 14 vite. Mund të më japësh një arsye pse të shpërdor apo s'kemi pasur në fenomene të natyre negative të që pretendon prokuroria, sa ishte e panevojshme kjo mas? Jo, se nuk mund të zbatohej. Nuk mund të zbatohej nga një antar i Këshillit të Ministrave, se është njësoj si Këshilli i Ministrave të marrin të nxjerrë një akt normativ me fuqinë e ligjit dhe të pezullojë nga detyra drejtuesin e prokurorisë posaçme. Njësoj është ndërhyrja në rastin konkret. Ja që se kanë kompetencë Këshilli i Ministrave, por nxjerr një ligj ose akt normativ me fuqinë e ligjit dhe e bën këtë në optikën e shkeljeve të rregullave nga ana drejtuesit, shkeljeve administrative, nuk po flas për funksionin e prokurorit. Njësoj, një trajtshëm nëse do ndodh. Në dinin tuaj, zoti Dervishaj, në sistemet parlamentare europiane, ekziston mundësia që një gjykatë të pezullojë një ministër gjatë mundësi të pezullojë një ministër. Ja po them se e kam studiuar këtë fenomen, jo vetëm këtu, nuk ka asnjë në botën tonë demokratike të Bashkimit Evropian që një pushteti gjyqësor të pezullojë një ministër. Ka të tjera modele, ka të tjera parime që duhet funksionojnë në këtë moment, sepse kabinetet e ministrave apo antarët e Këshillit të Ministrave janë më të prirur për të qenë në sulm politik, ligjor, sepse ata menaxhojnë fonde, janë më të ekspozuar se sa një deputet, dhe normalisht ka një korac mbrojtëse që quhet imunitet, që mbron funksionin dhe jo individin, dhe këtu duhet i ndajmë individin nga funksioni, se gjithmonë njerëzit diskutojnë të çështjet karakteri kushtetues dhe automatikisht marrin fakte penale që ka nxjerrë prokuroria në lidhje me këtë rast, që s'ka lidhje fare. Tu jemi a hyn dot të pezullosh një ministër, ndërkohë që pezullimi i një ministri nuk është si nocion në kushtetutë. Po. Kaqës, e thjeshtë. Dhe për ta liruar e për ta shkarkuar, i takon 3 organeve kushtetuese, kryeministri propozon, presidenti dekreton, kuvendi miraton. Tash i futet gjyqësori në mes dhe thotë jo, hiq këtë, vendos këtë. Nuk e thot me shkres vendos këtë, por në momentin që ti dikton mënyrën se kush do të qeverisë dhe me kë do të qeverisë, atëherë nuk kemë pushtet gjyqësor, por ke hyrë në një domen tjetër, që është pushtet dhe funksion politik i një partie që ka fituar zgjedhjet dhe që propozon qoftë emrin e kryeministrit, qoftë vetë antarëve të Këshillit të Ministrave, pasi ai me legjitimitet. Ky është bindja dhe opinioni im, dhe jo, nuk besoj që jam i vetëm. Kam parë në këtë, unë kam qenë i vetëm përveç se me zotin Yndër Manjani, i cili kemi ndarë një opinion. Pjesë e konsiderueshme ka një tjetër bindje në fakt, me aq sa dhe i kemi dëgjuar. Po, do bën shumë mirë të studiojnë debatet kushtetuese të vitit, ja ta them unë, do bëjnë shumë mirë të përjashtojnë emrat nga kjo çështje dhe të lexojnë debatet kushtetuese të vitit 91, 95, 98, 2012, 2016, derisa vim tek rasti konkret. Dhe pastaj të japësh një përgjigje, se të lexosh këtë menin këtu, 242-shin, e të japësh një opinion, nuk më duket se është një zgjedhje e duhur për një jurist. Sepse ky neni këtu, 242-shi, kur u miratua ky, kishim një dispozit kushtetuese që nuk e lejonte organin e akuzës të fillonte një hetim, jo të merrte mas, të fillonte. Nuk lejohesh, duhet autorizim nga kuvendi. Prandaj me të drejtë, 4 antarë të gjykatës kushtetuese kanë marrë një qendrim solid. Po, kemi ndërhyrje të pushtetit gjyqësor në adresë dhe në dëm të pushtetit ekzekutiv. Qoftë të kryeministrit, qoftë dhe të zgjedhurit vetë si zëvendës kryeministër edhe ministër. Zoti Dervishaj, dhe diçka, mund të krijojë një tension të ri mes mazhorancës dhe spakut dhe nëse ndodh që të miratohet asnjë tension. Dispozit mund të ankimohet sërish në gjykatën kushtetuese? Po, mund të sfidohet në gjykatën kushtetuese, po, shumë mirë, do bënte të sfidohesh dhe të shikonim atje, është kjo normë antikushtetuese apo nuk është kjo normë antikushtetuese? A ka ndërhyrë kjo normë në kompetencët e spakut? Unë do doja shumë që prokuroria posaçme ta sfidonte këtë. Po do doja ta sfidonte në një gjykatë të plot kushtetuese, ku mos kishim prap barazim të votave.
Më kupton? Po. Dhe diçka e fundit, në plan afatgjat, a forcon apo e dobëson kjo ndërhyrje arkitekturën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë? Po çfarë nuk vjet diskutim fare kjo që nuk vjet diskutim fare. Bilet në vlerësimin tim ku vendi duhet të ketë kujdes, sepse ky ndryshim do të afektojë edhe dy dispozita të tjera që kanë lidhje me mënyrën apo kushtet për të proceduar, janë aty. Ky është një propozim pjedestar, po besoj Komisioni i Ligjeve do duhet ta studiojë me vëmendje, sepse në kodin e procedurës penale janë dy dispozita të tjera të lidhura, të ndërvarura me këtë, që me emërtesën kushtet për të proceduar, ku ka të bëjë me lejen, autorizimet, dhe ndoshta do të shkojnë dhe aty në disa përmirësime të teknikës legjislative për pas lënë asnjë boshllëk apo mendim se diçka tjetër u bë keq. Jo, mirë. Biles le të aftojnë prokurorin e posaçme dhe të marrin dhe mendim në rastin konkret, siç kanë bërë në raste të tjera, që a janë dakord ata me këtë procedurë apo tashmë ata bien rehat dhe qartësohen që një normë e tillë proceduriale do të hyjë në fuqi sapo të miratohet. Ju falenderoj shumë zoti Dervishaj për kohën tuaj dhe opinionet që ndërtuan. Asgjë, uroj ditë të mbarë dhe më fal që ju vonova në përgjigje të ftesës, por ishim dhe ne në proceset tona të përditshme gjyqësore, e do duhet jemi në aty ku kemi punën e përditshme. Ju falenderoj gjithsesi, faleminderit që gjetët kohën. Ditën e mirë. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.